Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Brisejda Çakëri vijon takimet me biznesin, siç thot ajo në zemrën ekonomike vlonjate, ndërsa pati mundësinë të dëgjojë nga afër zërin e sipërmarrësve, njerëz që çdo ditë punojnë, investojnë dhe krijojnë të ardhmen për qytetin tonë. Kandidatja për deputete e Partisë Socialiste Brisejda Çakëri thekson se kjo ishte një bisedë e hapur, e sinqertë dhe domosdoshme, sepse zhvillimi i Vlorës nuk mund të mendohet pa fuqizimin e biznesit vendas, shprehet kandidatja socialiste. Ajo ftoi biznesin të votojnë Partinë Socialiste në 11 maj, por gjithashtu edhe emrin e saj në fletën e votimit për të qenë një zë i fuqishëm edhe i vetë biznesit në kuvendin e Shqipërisë pas zgjedhjeve, me qëllim ngritjen e problematikave të tyre dhe përmirësimin jo vetëm të bizneseve dhe të situatës ekonomike. Çakëri i ftoi bizneset të votojnë Partinë Socialiste, por edhe për emrin e saj më 11 maj, për të qenë një zë i fuqishëm në parlament dhe për krah problematikave të biznesit, duke i dhënë atyre zgjidhje.